Mirëmëngjes. Dëgjoni mua apo jo? Më dëgjoni? Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes të gjithëve. Atëherë, do fillojmë? Jemi gati? Ju ka dalë gjumi apo jo? Ja, Gjeni, po ikën në punë, që në mëngjes. Po ke qenë ko që unë kam vështirë natën. Po ikim takim me thënë drejtën. Ikën takim, okej. Shumë mirë. Okej, fillojmë atëherë. Sot me sa shohun kemi edhe pjesëtarë të rinj që na janë bashkuar nga Avenue Real Estate, kemi Ambrën, kemi Marlinin, kemi Klaudia të duket. Apo jo? Mirë se erdhët në mirëmëngjes mama. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Okej. Atëherë, fillojmë me temën që kemi për të diskutuar ditën e sotme. Ashtu si që keni parë, besoj, do flasim për artin e bindjes së klientit në sektorin e pasurive të padonshme. Mirëmëngjes, Briseida. Aftësia bindëse është arti i ndryshimit të qëndrimit të një personi ose i sjelljes së një personi nëpërmjet komunikimit, pa përdorur forcën apo detyrimin, pra pa i bërë diçka me forcë ose me detyrim. Nuk bëhet fjalë thjesht për të bindur, por më tepër për një proces të ndarjes së opinionit edhe të ndikimit, ku bashkëbiseduesi pranon lehtësisht një ide, një vlerë ose një veprim. Në tregun e pasurive të paluajtshme, ju e dini shumë mirë që ne së bashku me klientët jetojmë momente emocione shumë të forta, pasi duhet merren vendime të mëdha që kanë të bëjnë edhe me pjesën financiare. Aftësia bindëse është një mjet shumë i rëndësishëm që ju nevojitet për të lundruar në një situatë jo pak të lehtë, pra jo është pak komplekse. Për këtë duhet mbani mend se njerëzit pranojnë të binden vetëm atëherë kur e ndjejnë se mund të kenë besim të plotë tek ju. Pra, bindja nuk është një lojë pushteti. Nuk është çështje fitoreje apo humbjeje. Nëpërmjet saj, pra nëpërmjet bindjes, qëllimi kryesor është të krijohen lidhje dhe mbi të gjitha të gjenden zgjidhje që sjellin vlerë për të dyja palët. Pra, ndryshimi midis tre përkufizimeve, kemi tre përkufizime të ndryshme, le të fillojmë të kuptojmë ndryshimin midis këtyre tre termave të ndryshme. Të bindësh është arritja e bindjes kur personi pranon plotësisht idenë që ne i kemi dhënë. Kemi një term tjetër që është manipulimi, dhe kjo futet tek bindja. Manipulimi është ana e errët e ndikimit dhe të tjerët. Kemi edhe aftësinë bindëse, që është procesi i bindjes, më shumë me ndikim gradual, nëpërmjet argumenteve edhe emocioneve. Ky është termi që na intereson më shumë, pra ne duhet të arrijmë që të krijojmë tek vetë jonë, të kemi aftësinë për të bindur të tjerë, pra për të bindur klientë. Dhe jo vetëm. Të bindësh është tek kjo pjesë, pra tek ky term, mbretëron logjika, që do të thotë mbizotron logjika. Të përdorësh argumente racionale për të çuar dikë të ndryshojë mendim ose të adoptojë këndvështrimin tonë. Është një proces që bazohet në të dhëna dhe në arsyetime logjike. Për shembull, le të imagjinojmë që jemi me një klient dhe duam të marrim listimin, pra kemi shkuar për të marrë listimin. I tregojmë atij statistikat e zonës, shitjet pra që janë bërë në atë zonë, çmimin e tregut, krahasimin me çmimet e tjera të pronave të ngjashme që janë shitur.
Sigurisht, me këto të dhëna ne mund të tregojmë që koha e shitjes së një prone mund edhe të zvoglohet dhe duke vënë kështu në konkurrencë më shumë vlerës dhe duke marrë çmimin më të mirë në treg. Në këtë mënyrë mundohemi që të bindim klientin nëpërmjet logjikës, pra me të dhëna dhe me fakte. Problemi i bindjes është që bindja përballet gjithmonë me një pengesë shumë të rëndësishme. Njerëzit nuk marrin vendime duke u bazuar vetëm te logjika. Sepse truri i njeriu dominohet më shumë nga nga emocionet. Dhe këto dhëna nuk mjaftojnë për të bindur një shitës. Ju ka ndodhur edhe pse i keni dhënë fakte apo argumente shumë të forta përsëri, për shembull një klient i shitës dhe nuk e ka ulur çmimin? Kujt për ju që ka ndodhur? Okej. Pse ndodh kjo? Ndodh sepse vetëm logjika është e mjaftueshme në këtë rast. Të bindesh vjen nga latinishtja që do të thotë të fitojmë së bashku. Okej, ka Briseda diçka për Briseda. Mirëmëngjesi, më falni se unë ndjes mos ju ndërpres. Jo, ideja është po na ka ndodhur të gjithëve që pjesa emocionale ndikon shumë tek çdo komunikim para. Okej. Kalojmë tek termi i dytë që tham manipulimi. Dhe tham që manipulimi është ana e errët e ndikimit. Manipulimi konsiston në shfrytëzimin e frikës ose në ndjenjen e fajit për të shtyrë tjetrin drejt një vendimi që nuk do ta kishte marrë vetë në mënyrë spontane. Klienti ndihet në këtë rast i zhgënjur apo i mashtruar edhe krijon mosbesim tek ne. Manipulimi është ana e errët e ndikimit pra tek njerëzit. Është një veprim i fshehtë që përpiqet të shtyjë vendimin e tjetrit duke përdorur mekanizma emocional ose informacion të shtrembruar. Për shembull, të tregosh se një pronë është shitur dhe kjo ndodh rëndom në ditët tona nga agentët imobiliar, nga kolegët tonë, është shitur për shembull 20 ose 30% më shtrenjtë se sa vlera e tregut, edhe nëse nuk është saktë, mund ta mbillin shitsin. Apo jo? Sa koleg ka agent imobiliar që shkojnë dhe i thonë kliente që kjo vlen më shumë, kjo prona jote. Vlen 20 apo 30% më tepër, sepse është shitur një pronë me një vlerë të tillë këtu. Pra mund ta bindi shitsin për momentin përkohësisht, sepse kjo strategji i jep shpresën apo i jep iluzionin e shitjes, por jo për shumë kohë të gjatë. Por ndodh që nëse nuk e shesim shtëpinë në kohë, klienti pastaj ndihet pra i zhgënjur apo i mashtruar dhe të mos ketë dhe krijon mosbesim tek ne. Kështu manipulimi zakonisht krijon rezistencë edhe mosbesim. Prandaj nuk është një mënyrë e shëndetshme për të ndikuar tek të tjerët, pra nuk duhet përdorur. Kalojmë tek termi i tretë, aftësia bindëse. Nga ana tjetër është fuqia e zbulimit autonom, pra që personi tjetër që ne jemi në bashkëbisedim ta zbuloj vetë, pra të krijoj vetë besim tek neve. Kjo fjalë vjen nga latinishtja dhe ka kuptimin e këshillës. Ti e nxit kë në të rast që të njoh korrektësinë edhe vlefshmërinë e asaj që thuhet, duke frymëzuar besim edhe vlerësim. Kjo e bën bashkëbiseduesin që të perceptojë në mënyrë autonome vlerën e propozimit tonë, edhe të njohë edhe përfitimet e zgjedhjes, pra çfarë përfiton nga kjo gjë që ne po i themi. Bindja është një proces tërheqës që e nxit personin ta çojë drejt vizionit që kemi neve. Për shembull, në një takim listimi, në vend që të bilargoni klientin me të dhëna teknike, përdorni një qasje bindëse për të nxjerrë në pak nevojat reale të tij përmes pyetjeve strategjike. Është shumë e rëndësishme, kemi thënë edhe herë tjera në seancat që kemi bërë të tjera, që të bësh pyetje është shumë e rëndësishme sepse ti e çon klientin aty ku është vizioni juaj.
Nëse ai e kupton se shitja e shtëpisë, për shembull, brenda 3 muajsh do të ndikojë pozitivisht në jetën e tij, kjo krijon emocione dhe e bën atë që të marrë një vendim të vetëdijshëm për të ndjekur këshillat tona. Dhe kush është pyetja që bëjmë neve zakonisht? Nga skriptet që kemi tek MMO-ja, është për sa kohë doni ta shisni pronën. Brenda cilit afat, pra kohor, doni ta shisni pronën. Dhe me këtë ti e çon klientin tek vizioni, ku do të jetë ai mbas X muajsh kur ai do të çesë pronën. Gjithmonë në çdo situatë, pyetjet stimulojnë procesin e brendshëm të mendimit dhe kur bëjmë pyetjet e duhura, bashkëbiseduesi apo shitsi në këtë rast, fillon të shoh problemin nga një perspektivë tjetër dhe afrohet spontanisht më shumë drejt zgjidhjes që mund t'i propozojmë ne. Pra, aftësia bindse ndërton besimin dhe është një mjet etik, veçanërisht kur përdoret për të krijuar vlerë për të dyja palët. Do të thotë të kuptosh mendjen njerëzore dhe të përdorësh dinamikën e saj në avantazhin tonë, duke e favorizuar me integritet dhe me etik shërbimin tonë. Apo jo, jemi dakord? Po. Fakti që ne mund të ndihmojmë klientët që të shesin shtëpinë e tyre, edhe kur ata e kuptojnë vërtet se ne po i ndihmojmë të zgjidhin problemet e tyre, i çon ata që të na besojnë plotësisht. Para një jave, unë dhe 2 koleget të tjera të MMO-s, Gjeni dhe Dorina, ishim në Itali në eventin më të madh që organizon MMO-ja për klientët coaching. Ishim në Pisa dhe më bëri përshtypje shumë, ishte një i ftuar, një prift afrikan, i një dege salesiane, quhet ajo dega e fesë katolike, dhe tha, të shesësh do të thotë të ndihmosh njerëzit. Pra, shitja nuk është thjesht diçka që ne duhet marrim në këmbim, por është të ndihmosh pra dikë. Pra, aftësia bindse nuk është asgjë tjetër veç se një mjet për të ndihmuar të tjerët të kanë përcej rezistencën e tyre fillestare dhe të marrin një vendim, por këtë vendim ta marrin në mënyrë të vetëdijshme, pra jo të sforcuar nga ne. Aftësia për të bindur është një avantazh strategjik në konkurrencë. Pra, cilat janë ato avantazhet e aftësisë bindse? Ndërtojmë besim dhe me besim çfarë mund të bëjmë? E para, ne shesim shërbimet tona më mirë, pa detyruar klientin, kështu që është një proces shumë më natyral nëse ne arrim të bindim klientin. Së dyti, ne jemi në gjendje të negociojmë një marrëveshje të dobishme dhe të kënaqshme për të dyja palët. Së treti, konfliktet mund të menaxhohen më mirë dhe të kthehen në mundësi për zgjidhje konstruktive. Konfliktet pra menaxhohen në një mënyrë shumë më konstruktive dhe ndikojnë pozitivisht pastaj tek klientët apo edhe tek njerëzit që ne na rrethojnë, tek kolegët. Së katërti, dhe mbi të gjitha influencohet në mënyrë pozitive si te klienti ashtu edhe te kolegët. Aftësia bindse nuk përdoret vetëm me shitësit ose me blerësit. Sigurisht që mund ta përdorim edhe me bashkëpunëtorët tonë të zyrës, dhe si pasojë, nëse mësojmë këtë art, unë e quaj artin e bindjes që mund të marrë rezultate të shkëlqyera, gjithashtu si me klientët, ashtu edhe me kolegët që kemi rreth rrotull, ndoshta edhe me familjarët tonë, me njerëzit pra që na rrethojnë. Sepse bindjen ne nuk e përdorim vetëm në punë, e përdorim edhe me fëmijët, kush ka fëmijë, me bashkëshortin apo bashkëshortën. Nga jashtë fillon aftësia bindse. Si gjithmonë, çdo gjë fillon nga mendimet tona, pra nga mendësia e dur. Dhe si mund ta kemi një mendësi të tillë? Po ju jam disa këshilla. Pika numër 1. Lëreni egon më njarë.
Besoj këtë gjë keni dëgjuar shpesh, flasin të gjithë. Egoja është armiku më i madh i bindjes. Kur duam të tregojmë se kemi gjithmonë të drejtë, ndalojmë së dëgjuari me të vërtetë personin tjetër. Ne përqendrohemi tek idetë tona dhe jo tek mënyra se si mund të ndihmohet klienti. Pra kemi fokusin tek vetja jonë dhe jo tek bashkëbiseduesi. Pika e dytë, vendoseni veten në një pozicion shërbimi. Kjo është një nga parimet kryesore të artit të bindjes, të hymë në negociata me mundësinë e atyre që duan të ndihmojnë të tjerët për të gjetur zgjidhje më të mirë për ta. Pra, çdo gjë fillon siç thamë nga mundësia. Dhe që kur pa u nisur pra, pa shkuar akoma në takim, duhet të shkojmë me mundësinë që ne po shkojmë të ndihmojmë dikë për të shitur një pronë apo për të blerë një pronë. Kujdes, kjo nuk do të thotë që të jemi pasiv ose të heqim dorë nga objektivat tona. Ktu flitet për të adoptuar një qasje strategjike që krijon besim me klientin, që përpasoj do sjell edhe uljen e mbrojtjes klientit, pra nuk do mbrohet ai shumë klientit, futet në kundërshtim me ne. Për shembull, çfarë pyetësh mund të bëni një klienti në këtë rast? E parë, në bazë të eksperiencës që ke patur deri tani me real estate, cilat janë sfidat më të mëdha që ju po përballoni në këtë moment për shitjen e shtëpisë, ha? Mund të bëni pyetje klientit. Edhe prisni përgjigjen, asnjëherë mos vazhdoni me pyetjen e dytë pa pritur një përgjigje nga klienti kur i keni bërë pyetjen e parë. Pyetja e dytë. Nëse doni mund të daj me ju disa strategji që kanë funksionuar me klientë të tjerë dhe që kanë pasur të njëjtën situatë si ju. Pra këto janë pyetje që kanë aftësinë bindëse, pra duke e çuar klientin aty ku duam ne, që ai na përgjigjet, na tregojë se si po ndihet në këtë moment, edhe ne t'i tregojmë se si ka funksionuar, kush kanë qenë strategjitë që ne kemi përdorur me klientë të tjerë që kanë qenë në të njëjtat situata. A ju duket kjo që është një komunikim më i mirë se sa ti themi për shkak që okay, ju keni nevojë për shërbimin tonë se ne ofrojmë këto, ofrojmë ato. Ha? Është më mirë them unë që të bëjmë këto pyetje se sa të shkojmë dhe të shpjegojmë se çfarë ofrojmë ne. Së treti, të nxisni një kuriozitet të pastër tek klienti. Siç e thamë më parë, disa agjentë pasurive të paluajtshme hyjnë në negociata që në listimin e pronës me qëllim që të paraqesin argumentet e tyre për të bindur tjetrin që të ndryshojë mendjen dhe të japin listimin. Por shpesh kjo lloj qasje dështon sepse niset nga një supozim i gabuar totalisht. Mendojnë se tashmë dinë çfarë i dëshiron klienti dhe çfarë nevojitet atij. Një bindës i mirë e di që çdo person ka modelin e vetë të botës në mendjen e vet. Ka një histori të vetën personale, ka nevojat e veta specifike, ka mënyrën personale të menduarit. Prandaj, para se të mundohemi që të ndryshojmë mendjen e klientit, duhet kuptojmë plotësisht me kë po përballemi. Kuptojmë hartën e tij të botës, si ka hartën ai në mendjen e vet, si percepton gjërat. Pse zgjon për shembull të mos jap kontratën ekskluzive? Ha? Duhet të pyetur, cilat janë aspektet më të rëndësishme për të në këtë shitje? Pse do që ta kryej këtë shitje? Çfarë e shqetëson më shumë? Kur ne bëjmë pyetje me interes real, shitësi percepton vërtetësinë tonë dhe do të jetë më i hapur për dialog. Pika tjetër e fundit, keni gjithmonë durim, sepse bindja kërkon kohë, nuk mund të bëhet tak në një moment. Një nga gabimet më të zakonshme është dëshira për të pasur të drejtë me çdo kusht. Shkojnë agjentët në takim me klientët dhe jo më them është kështu si them unë. I nxisin klientët pa i dëgjuar klientët se kush janë ekzigjencat e tyre, nevojat e tyre, specifikat e tyre. Ky qëndrim shpesh buron nga egoja, nga nevoja për të treguar se ne jemi shumë përgatitur, se kemi eksperiencë, por duhet kuptojmë se nuk është e rëndësishme që të fitojmë në çdo debat. Ndonjëherë është dhe më i mundur që të japim një pikë në favor bashkëbiseduesit. Kjo mund të jetë një strategji shumë efektive për të arritur objektivin tonë në një plan më të gjatë, pra një afat gjatë.
Nëse një klient ka një karakter të vështirë dhe këmbgul se zgjidhja e tij është më e mira, në vend që ne të shkojmë drejt përplasjes, mund edhe të themi ne kuptojmë plotësisht këmbvështrimin tuaj. Nëse kjo zgjidhje sot po i jep atij rezultate të mira, është e natyrshme që ai është i lumtur për këtë gjë. Kështu që duhet ta dëgjojmë dhe ta pranojmë. Në të njëjtën kohë do të kënaqte të ditë nëse ka një strategji alternative pra që ne mund t'i japim, që mund të zbastohet për shkak në rastin e tij për të marrë rezultate më të mira. Ky lloj reagimi e ul pastaj rezistencën e klientit. Pse nuk duhet fillojmë me një sulm frontal? Zakonisht fillojmë me sulm kur shkojmë për të marrë një vizim. Sepse klienti mendon se mendimi i tij po respektohet dhe i jepet një alternativë dhe ndoshta ai do të jetë më i gatshëm që ta eksplorojë alternativën tjetër. Okej? 3 pyetje të kyçe për të nisur me mundësinë e duhur që duhet i bëjmë vetes. Pra, para se të hyjmë në një negociat ose në një takim për listim, këto janë 3 pyetje të kyçe që duhet të bëjmë. E para, si mund ta ndihmoj këtë person të gjejë zgjidhjen më të mirë për të, sesa të fokusohen tek objektivi im, tek qëllimi im. Kjo është mundësia që duhet të bëjmë, pyetjet që duhet i bëjmë vetes. Si mund t'i kuptoj unë nevojat e tij dhe të kuptoj se cila është zgjidhja më e mirë për të? Së dyti, çfarë pyetjesh mund të bëj gjatë takimit për të zbuluar nevojat e tij të vërteta? Pra, cilat janë pyetjet që unë duhet i bëj këtij klientit për të kuptuar nevojat e tij? Këtu gjithashtu vlen kurioziteti i sinqert, një kuriozitet i thellë për të kuptuar nevojat dhe dëshirat e klientit. Së treti, çfarë mund të mësoj unë nga ky takim, në vend që ta përdor vetëm aftësinë time bice? Si mund ta pasuroj unë veten time me më tepër informacion, në vend që thjesht të përpiqem që të mbind klientin, çfarë mund të bëj unë për të? Tre nivelet e vendimarrjes janë instikti, emocionet dhe racionaliteti. Nëse keni informacion, truri jonë është i ndarë në 3 pjesë. Truri reptilian, është instikti, dhe lidhet me reagimet bazë dhe instinktive të nevojshme për jetesë dhe për mbijetesë dhe për të marrë vendime të shpejta. Pra, ne gjëja e parë është ajo që reagojmë direkt me instinkt, që momentin e parë që në flet dikush. Së dyti, kemi trurin limbik, që ka të bëjë me emocionet dhe lidhet me ndjenjat, motivimin, marrëdhëniet me të tjerët. Dhe pjesa tjetër e tretë është neokorteksi, që lidhet me mendimin logjik, analizën dhe arsyetimin. Por kur duam të jemi të aftë të bindnim bashkëbiseduesit tonë, me cilën pjesë të trurit duhet të flasim? Çfarë thamë më përpara? Thamë që për të marrë vendime ndikojnë shumë edhe emocionet. Pra, çfarë duhet të bëjmë kur jemi në takim me klient? Së pari, të aktivizojmë instinktin e bashkëbiseduesit tonë. Duhet të tërheqim vëmendjen e klientit dhe për këtë duhet të përdorim histori dhe imazhe shumë të gjata, duke i referuar nevojës themelore të njeriu, që është ajo e sigurisë. Bëjeni të kuptoj klientin ose nënvizojeni me pyetje se me ju ai mund të ndihet i sigurt dhe nuk do ketë vend për rrezik në asnjë moment. Për shembull, mund të themi, tregu po ndryshon me shpejtësi. Nëse nuk përshtatesh me bë, shtëpia rrezikon të mos shitet. A keni një plan B në rast se nuk arrini ta shisni pronën? Pyeteni se çfarë pasojësh mund të ketë kjo? Së dyti, përfshirja e emocioneve. Sepse aty është vendi ku klienti vendos të marrë vendimet e veta. Krijoni imazhe që i largojnë burimet e stresit dhe tregojini atij se si një metodë e caktuar do t'i lejojë të ndihen të sigurt dhe të arrijë rezultatin maksimal ekonomik, pra çmirën më të mirë që ata duan.
Për shembull, si do të ndjeheshit ju nëse do të kishit një agent tuaj që punon me një metodë që do ju lejonte që të flini të qetë dhe të arrinit në konkluzion me maksimumin e rezultatit ekonomik. Pra, po i thoni këtë klientit, si do të ndjeshit ju nëse do keni në krah një agent tuaj që do ju bëj që do me punën e vet do ju bëj që të ndiheni të flini të qetë, dhe të arrini çmimin maksimum që ju do doni. Okej? Së treti, hapi i fundit është të ofroni të dhënat nga ana racionale. Pra, pasi të kemi tërhequr vëmendjen, kemi përfshirë emocionet e klientit, mund të ofrojmë edhe të dhënat që do të ndihmojnë në përfundimin e procesit. Si për shembull, me metodën tonë të saktë të vlerësimit, ne kemi ulur gabimin e përcaktimit të çmimit të shitjes me 90%, që do të thotë pra që ne nuk gabojmë. Maksimumi i përqindjes se ne mund të gabojmë në përcaktimin e çmimit është 10%. Nga eksperienca që kemi bërë, nga puna që kemi më përpara, pra ne kemi arritur të përcaktojmë, pra me çmimin që përcaktojmë ne, gabimi mund të jetë shumë i vogël, maksimumi i 10%. Ose kemi arritur deri në 85% të realizimit të shitjeve me çmimin që kemi vendosur ne që në momentin e parë të pronës. Okej? Me të gjitha këto të dhëna, padyshim që arrim të kapim vëmendjen e klientit tonë dhe të konsolidojmë vendimin e tij. Për ta mbyllur këtë, do shtoj edhe një fjali që sipas vendimit tim është një nga kulmore dhe përmbledhje e gjithçkaje asaj që kam pësipër. Arti i bindjes është një aftësi që mund të mësohet apo të trajnohet dhe ndoshta është një nga më të dobishme për të zhvilluar, pra që duhet ta zhvilloni. Dhe dini pse? Sepse na lejon që të ndikojmë pozitivisht në botën që ne kemi rreth nesh. Atëherë, po ju njoftoj gjithashtu që trajnimi jon i radhës, përveç ditave të mërkura që do vazhdojmë të jemi, do të jetë në datën 17 prill me temën si të parandalojmë kundërshtitë e klientëve. Kjo do bëhet në prezencë, nuk do jetë online. Ju uroj një javë të mbar dhe sa më shumë listime. Ju ftoj që të provoni të vendosni këto pyetje me klientët tuaj për të nxjerrë në parë dhe nevojat e vërteta të klientëve për t'i ndihmuar sidomos në zgjedhjen e duhur ata. Ju falenderoj gjithëve për vëmendje. Kjo ishte për ditën e sotme, do rishikohemi sërish javën e ardhshme. Për trajnimin që do të organizojmë në datën 17 prill, do ju dërgojmë një njoftim edhe me email edhe me WhatsApp, do ju dërgoj Aida që të keni edhe mundësinë për të regjistruar. Po Ambra kishte gjë për të thënë? Ngritet dorën apo jo? Okej. Mirë atëherë. Ditë të mbarë gjithëve edhe javë të mbarë sa më shumë listime. Mos harroni që të përdorni aftësinë bindëse me klientët tuaj. Faleminderit Ina. Faleminderit. Pafshim.